Popi ditor, enjte 6 gusht 2026, dashi, mundohuni të shikoni përpara të përvishni mëngët edhe pse duhet t'ju duket e vështirë për shkak të shumë gjërave të cilat mund të përballeni. Ka ardhur momenti të ndryshoni kapitull dhe të lini pas krave çdo gjë që ju shqetëson. Keni nevojë për forcë dhe kuraj. Mos harroni të pushoni. Demi, kjo ditë do t'jetë shumë e mirë në raport me ditët e kaluara, ku humori do t'jetë më i përmirësuar. Mundohuni që nervozizmin e akumuluar në punë apo në raportin në çift të mos e shfryni kudo. Përpiquni që të relaksoheni pasi keni nevojë pas tensionit me të cilin jeni përballur gjatë ditëve të fundit. Binjakët, mundohuni të mos shpërtheni në nervozizëm dhe acarim. Ndoshta ka disa përgjigje të cilat po vonojnë të vinë. Ndaj, mundohuni që të bëni kujdes. Bëni mirë që të shmangni stresin dhe të gjeni momente për veten tuaj për t'u relaksuar. Gaforia, duhet të mundoheni të jeni më pak hermetik sa i takon ndjenjave, pasi është e vërtet që vetëm në dashuri mund të kuptohesh me një shikim, por është më mirë që ta lini veten të lirë. Keni nevojë për dikë që t'ju lexojë përtej fjalëve. Mundohuni që të hapeni më shumë në këto ditë, pasi dashuria do t'ju dhurojë qetësinë që ju mungon dhe ju duhet. Luani, kjo ditë do të jetë mjaft pozitive për ju, pavarësisht se mund të hasni në mundime të papritura, do të mund të t'i arrini dhe t'i kapërcini më së miri. Kjo gjë vlen si në sferën profesionale, ashtu edhe në personale dhe dashuri. Ndoshta do të keni një lloj dëshire për të ndryshuar gjithçka në jetën tuaj, ndaj mundohuni që të kuptoni se çfarë ju bën të pakënaqur. Virgjëresha, kjo ditë do t'ju gjejë nën humorin e duhur dhe disi nervoz. Mundohuni të mos e humbisni toruan pasi mund të dështoni, po ashtu bëni mirë të qëndroni larg provokimeve dhe çështjeve të rëndësishme, të cilat duhet i shtyni për në ditët në vijim. Peshorja, kjo ditë do t'jetë perfekte për t'i dhënë më shumë hapësirë dashurisë. Do t'jetë pikërisht dashuria ajo që do t'ju ngushëllojë. Nëse do të asni probleme në sferën profesionale, sa i takon punës, gjërat nuk do të ecin në mënyrë shumë pozitive, ndaj mundohuni që të kapni çdo mundësi në mënyrë që të mos bllokoheni. Akrepi, kjo ditë do sjell me vete gjëra të bukura. Paralajmërohet një periudhë e mirë e cila do të zhdukë çdo energji negative. Mundohuni që të mos mendoni shumë për të kaluarën, por shihni përpara pasi ju pret diçka mjaft pozitive. Dashuria do të ecë mjaft mirë. Shigjetari, në sajt të ndikimit tranzit të hënës në shenjën tuaj, kjo ditë do të jetë mjaft pozitive. Jeni mjaft të favorizuar sa i takon dashurisë, kështu që jepini më shumë hapësirë ndjenjave dhe qëndroni sa më larg diskutimeve. Edhe në punë do të jeni të mbrojtur nga yjet, ndaj mund të çoni përpara një projekti i cili premton sukses. Bricjapi, kjo ditë do të jetë disi e komplikuar për shkak të ndikimit negativ të Marsit, i cili do t'ju bëjë disi nervoz dhe rrezikoni që të tregojeni mjaft agresiv ndaj të tjerëve. Mund të keni probleme në punë, ndoshta për shkak të çështjeve ekonomike, por mundohuni që të mos nervozoheni shumë. Në dashuri ka ardhur momenti që të lëvizni. Pse jo? Do t'ju duhet të bëni edhe disa ditë pushime. Ujori, mundohuni që të qëndroni në këmbë dhe mos të bini në tokë, dhe të tregoheni më të kujdesshëm në çështjet materiale dhe të mbani nën kontroll shpenzimet. Sa i takon ndjenjave, mund të rikuperoni një histori në krizë. Peshqit, kjo ditë do të jetë në ritmin e duhur pasi mund të ketë keqkuptime, tensione dhe kundërshti. Duhet të mundoheni të rini të qetë dhe të mos përfshiheni në debate për shkak të qëndrimeve impulsive. Mendohuni mirë përpara se të flisni.